Në fund të 6 mujorit të parë të vitit, sistemi financiar shqiptar dhe sektori bankar vijojnë të jenë pozitiv dhe të qëndrueshëm. Të dhënat zyrtare të Bankës së Shqipërisë tregojnë se sektori bankar vijon të mbizotrojnë aktivitetin e sistemit financiar, ka zgjeruar më tej veprimtarinë dhe ka rritur peshën e tij në ekonominë e vendit. Situata e likuiditetit paraqitet e mirë në kushte ku rritja e depozitave të publikut vijon me ritme të kënaqshme. Ato mbulojnë më shumë se një herë vlerën e kredive dhe huamarrja nga jo rezidentët është në nivele të ulta. Gjithashtu, në raportin për gjysmën e parë të këtij viti, Instituti Qendror Financiar i vendit flet për përmirësime të ritmit të rritjes kredisë. Gjithsesi, banka vren se cilësia e portofolit kredis ka vijuar të bjerë. Po ashtu edhe sektori bankar vijon të ruajë të njëjtat ritme të rritjes së të ardhurave neto nga interesat dhe fitimit operativ bruto. Banka e Shqipërisë raporton ndër të tjera edhe për pritshmëritë jo të sigurta të ekonomisë në kushtet e ngadalësimit të pritshëm të rritjes së ekonomisë botërore, por Banka Qendrore e vendit siguron se sektori bankar paraqitet më i mbrojtur nga rreziqet e drejtpërdrejta të tregut, pavarësisht se mbetet më i ekspozuar ndaj efektit të cilësisë së kredisë. Për këtë çështje, nëpërmjet funksionit të saj mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë u ka kërkuar bankave tregtare që të sigurojnë paralelisht identifikimin e saktë dhe në kohën e duhur të kredive me probleme dhe krijimin e fondeve përkatëse rezervë, si dhe të realizojnë veprimet vendosura për rikuperimin e vlerave të kredive të humbura nëpërmjet ekzekutimit të kolateraleve. To veprimet kombinuara me masat për uljen e mëtejshme të kostove qeveritare do të krijojnë gradualisht kushtet për gjenerimin e një rezultati financiar të qëndrueshëm dhe pozitiv, i cili do të mbështesë më mirë nevojat afatmesme për kapital të sektorit bankar, thuhet më tej në raportin 6 mujor për 2011 të Bankës së Shqipërisë. Si konkluzion të këtij raporti, Banka e Shqipërisë siguron edhe një herë se procesi vijon të ecë sipas objektivave të saj. Si rezultati këtyre masave, sektori bankar do të mbetet i qëndrueshëm dhe do të krijojë kushte për rritjen e kontributit të tij në zhvillimin ekonomik të vendit.